Mos është ky momenti dhe këto pamje që do të sjellin kolapsin e hierarkisë së Brukselit, një sallë e heshtur, një asamble e shtangur dhe një ikje nxituar nga salla e gruas së pushtetshme të Europës, Ursula von der Leyen. Disa orë më parë Parlamenti Evropian në Strasburg u bë dëshmitar i një skene të paprecedent në historinë e tij. Kamerat prenë gjithçka. Media e sistemit bëri të gjitha përpjekjet për të prerë lajmin. Atmosfera në sallë u shndërrua nga atmosferë burokratike. Në panik, nuk kishte ndodhur ndonjë urgjencë shëndeti. Nuk ishte ndonjë cënim sigurie. Ishte diçka edhe më dëmtuese. Ishte një dokument i vetëm, një renditje të dhënash, që ju dorëzua në podium nga kush tjetër, Viktor Orban. Pse po buzëqeshte kryeministri hungarez, teksa presidentja e komisionit u largua? Çfarë dokument posedon ai që ishte kaq shpërthyes? Sa nuk I jepej dot përgjigje me fjalë, por me një aratisje nga salla, po I hedhim një sy atyre që luajn prapa teatri politik, që mban erë frikë, që mban erë tendencë për të mbuluar ato që janë gjetur. Për vite kemi dëgjuar fjalë për marrëveshje dhomash të errta prapa skene, për tekste mesazhesh të paregjistruara dhe për miliarda euro që humbasin në makinerinë komplekse të Bashkimit Evropian. Por sot duket se kjo perde hermetike ka rënë. Mos ndoshta Orbani e ka sjell Bashkimin Evropian në prag të atentatit më të madh politik të dekadës? Apo është ky fillimi I fundit I asaj Europe të bashkuar që njohim? Qëndroni sepse ajo që po ju tregoj nuk është thjesht një skandal. Është çështje për llogaridhënie. Për të kuptuar pse Ursula von der Leyen u largua, ju duhet të shikoni se çfarë ndodhi eksaktësisht 3 minuta para se të çohej për të folur. Sesioni filloi si një debat nga podiumi për të shqyrtuar kuadrin e buxhetit të vitit 2026. Por Viktor Orban që prezanton presidencën hungareze në Këshill, nuk mbajti një fjalim. Ai thjesht solli një dosje të hollë të zezë me mbishkrimin buxheti në hije. Kjo ishte një prit apo pusi e kalkuluar mirë prej tij. Orbani nuk foli me zë të lartë. Ai foli me një qetësi të frikshme. Ju drejtua ofiçarit të panelit dhe I citoi nenin 325 lidhur me trajtimin mbi funksionimin e Bashkimit Evropian, lidhur me mashtrimin dhe cënimin e interesave financiare të Unionit. Transaksion hije prej 4.2 miliard euro. Dhe kështu Orban lëshoi armën nukleare në mes të sallës. Orbani mbante një dokument me datën 14 shtator 2025. Nuk ishte një dokument publik. Ishte një memo e brendshme lik, e marrë indirekt pra, nga Komiteti I Kontrollit të Buxhetit. Madam Presidente I tha Orban, Ursula von der Leyen, duke e parë në sy, mund t'i shpjegosh kësaj salle se ku shkoi realisht shuma prej 4.2 miliard euro, e alokuar për fondin e tranzicionit e emergjencave energjetike? Salla ra në heshtje. Ky fond normalisht jepej për vendet e Europës lindore për të mbështetur infrastrukturën e tyre. Por të dhënat e Orban tregonin diçka krejt tjetër. Ai zbuloi edhe një linjë transaksioni, ku idea e transferimit e UX 99 Lux tregoi se fondet nuk ishin dërguar në Varshavë, apo në Budapest. Në vend të tyre, fondet ishin kaluar mes një dege të një kompanie të madhe konsulence, me seli në Delaware të Shteteve të Bashkuara, me një degë operacionale në Luksemburg. Lidhja e konfliktit të interesit. Akuza shkon direkt tek ajo dhe është direkt personale. Orban nuk u ndal vetëm tek parat. Ai bëri edhe lidhjen e pikave, personave në çështje. Ai pretendoi se firma e konsulencës në fjalë, Greenstag Global, liston në bordin e saj të konsulentëve një emër që I ngriu gjakun kreu të EPP-v. Heko von der Leyen, bashkëshorti I presidentes. Insinuata ishte e qartë, e pastër, po aq edhe brutale, e ashpër. Kryeministri I Hungarisë po akuzonte presidenten e Komisionit Evropian për zhvatje të parave të taksapaguesve europian nga entitete private, të lidhura direkt me familjen e saj, nën pretekstin e zhvillimit të energjisë së gjelbër. Ekoja e Pfizer Gate, skandali me mesazhet për vaksinat me kreun burla, janë ende prezent, por shkalla, në këtë rast, e përfitimit, është 10 fishme e madhe. Flasim për implikim direkt në zhvatje fondesh, jo në keqmenaxhim. Reagimi në sallë solli anarki totale. Bloku I djathët I patriotëve për Europën dhe AFD fillua me njëherë të bien tavolinave me pëllëmb, duke kërkuar shtyrje të sesionit. Të gjelbërit dhe liberalët, mbështetësit e von der Leyen thuajse u paralizuan. Hoftat u pa duke kontrolluar telefonin celular. Asnjë antar nuk u çua ta mbronte Madame Urulan. Kur moderatori I dha fjalën në mikrofon presidentes për përgjigje ndaj Orban, kamerat u përqendruan tek fytyra e saj. Duart po I dridheshin, u përkul mbi mikrofon dhe foli për parregullsi proceduriale dhe më pas stopoi. Ajo e kuptoi se nuk mund të mohonte dokumentin si të pavërtetë, sepse ai ekziston. Ta mohonte do të ishte gaf ligjore.
Ta pohonte do të ishte vetvrasje politike, kështu që zgjodhi largimin. Dalja ishte edhe momenti kur protokolli u thye. Çështjet e sigurisë u bën edhe më alarmante. Në vend që t'i përgjigjej pyetjes për 2 miliard euro, von der Leyen i bëri me shenjë shefit të saj të kabinetit Burn-Kibert që të mblidhnin dokumentat e saj. Mikrofoni gabimisht ishte lënë hapur, që bëri të dëgjohej frymëmarrja e saj e thellë dhe e çrregull, si dhe zhurma e fletëve që mblidhte për t'u larguar. Dhe më pas tha: "Jo këtu, më shoqëro të dal jashtë." Teksa po largohej, opozita e djathtë filloi të bërtiste. Dorhiqu. Dhe kështu o shëtin muret e parlamentit në Strasburg. Ndërkohë Orban lidhur me dokumentat tha: "Ky është vetëm dokumenti numër 1. Ai tha se posedon 15 terabajt të dhënat e enkriptuara, të marra nga dikush që ka penetruar në të dhëna. Më pas Orban përmendi të dhëna specifike për negociata sekrete me Kievin, apo kontrata armësh të paaprovuara në Parlamenti Evropian, por të firmosura prej saj. Orban tha se po i kërkon zyrës së prokurorit e Europës, kryeprokurores Laura Kövesi, për të ndërhyrë dhe për të filluar hetime. Dhe me sa informon Orban, prokuroria ka marrë një kopje të dosjes. Nëse një investigim me hetim fillon si proces von der Leyen humbet imunitetin, ky nuk është më debat politik, por një sken krimi. Komisioni duket të ketë kaluar në këto 24 orë në një lockdown. Përmbledhjet për shtypin janë anuluar. Euro ra me 0 prej 8% krahasuar me dollarin. Sapo u mor vesh lajmi. Tregjet e din mirë se çfarë përpiqen të fshehin politikanët. Lidershipi i Europës është i kompromentuar. Heshtja është shurdhuese në parlament dhe kanalet e informimit të komisionit gjenden në errësirë. Asnjë konferencë shtypi, asnjë sqarim, asnjë mohim, asnjë shpjegim. Por në politik heshtja nuk është arë, është pranim i akuzës. Nëse dokumentat e Orban do të ishin të reme, do të kishim parë një batërdi me lajme sulmi ndaj tij brenda minutës. Por jo, hasim një vakum lidershimi në BE, një sistem në buzë të greminës që shkon prapa një gruaje, apo një numri llogarie bankare. Nes akuza e Orban për 4.2 miliard euro abuzim vërtetohet, atëherë themelet e BE-s pësojnë frakturë të parikuperueshme. Si do të justifikojnë Franca, Italia, Gjermania masa shtrënguese, rritjen e taksave për qytetarët e tyre, ku leadershipi në Bruksel rëmben fonde dhe i kalon në llogari private offshore? Kjo është një krizë konstitucionale. Nëse presidentja do të detyrohet të dorhiqet, pasi të jetë nën hetim për vepër kriminale, të gjithë komisionerët duhet të bien së bashku me të. Makineria legjislative e Europës ndalje. Ndihma për Ukrainën ndalje. Marrëveshja e gjelbër ndalje. Media pëson një blackout. Dhe kjo media për këtë që ka ndodhur hesht. Pse? Sepse janë të llahtarisur për atë që pason. Influenca e Donald Trump, fuqizimi i së djathtës, vërtetimi i fjalëve të atyre që i quanin konspiracionist deri dje. Ngritja e frymës së revoltës kundër BE-s, kundër narrativës për globalizmin, janë fakt. Europa drejtohet nga ata që paguajnë me taksat tona, por që refuzojnë të përgjigjen pyetjeve për vjedhjet dhe korrupsionin e tyre. A është ky fundi i Ursulas? Mund të përballet ajo me një skandal të kësaj magnitude, apo do të sakrifikohet për të shpëtuar institucionet e Bashkimit Evropian? Është Orbani shkatëruesi i BE-s? Apo është ai që po zgjon njerëzit për atë që ndodh realisht brenda sistemit të Bashkimit Evropian? Ku janë parat? Kjo duket të jetë vjedhja dhe mashtrimi me vlerën më të madhe në historinë moderne. Mast Channel. Please subscribe.